që me një zonjë të pamundur, zgërdhije Taulanti. Një zonjë të pamundur, thot, shko qa bëjnë këta, se ai nuk i shikon dot këta, nuk ekzistojnë për atë. Ai bezdiset nga varfëria, ai bezdiset nga njerëzit e pamundur, shqetësohet, bezdiset dhe imiton. Me pa turpësi ju, vut pak në siklet paktën, kur ai tallej, u vut pak në siklet apo jo? Tallet me një zonjë, aq mundsi ka ajo shkreta. Pse vjen këta tani dhe protestojnë? Po pse nuk do të protestojnë ata? Pse çat keqe ka? Çat të keqe ka për njerëz që kanë qenë të braktisur për 35 vjet, që si ka para askush, nuk ja ka hedhur syt askush. Çat keqe ka që të bëjnë pjesë e një proteste, të vënë aty, me ato mundësi që kanë. Çfarë të keqe ka? Pse? Se ju bezdis juve pasurinë që keni vënë ju në kurisë të tyre, sepse denancoj se psi i keni vjedhur ju. Kjo ju shqetëson. Kjo ju shqetëson. Shqetëson Taulantin. Shqetëson Taulantin i shkreti. I shkreti Taulant, 20 vjet Taulanti, 20 vjet se vajta pash Taulantin me që po shikon të pronat e mia, thash shkoj Taulanti, ka pronat Taulanti, aska. Mos është për bukën e gojës. Çat shikosh. Deklarata e pasurisë Taulantit është për të ardhur keq. Është për të ardhur keq. Taulanti në 20 vjet në politik nuk mendoi një herë për veten e vet, gjithmonë për popullin, gjithmonë për njerëzit. Një apartament i shkreti ka. Një apartament e ka në kullën më të mirë Tiranës. Po çash deklaror aty, nuk e di sa metra katror është, po është për të ardhur keq, do me guzhin. Po si or Taulanti, si mendove pak veten tënde? Taulanti ka hyrë, sa kishte Taulant në llogari bankare kur hyrë në politik? $8.600. 8 pa makinë, pa shtëpi, $8.600. Taulanti sot, jo vetëm Taulanti, po kushdo që dërgon një SMS në emër Taulantit, i çoj €100.000 si pa gjë të keqe. E kuptoni se si e ke përdosur Taulant emrin tënd. Aq rënd, sa mjafton të dërgosh një SMS, e të shkruash, jam Taulanti, më duhen €100.000, dhe tjetri merr €100.000 i fut në një çantë dhe jep një taksixiu pa pyetur fare. Imagjinoni se si është katandisur ky vend. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Kryeministri i Shqipërisë në vend të reflektoj, kur ata të varfrit, janë të varfër, nuk kanë, janë të varfër. E kuptoj, ju nuk e kuptoni, se ju nuk e dini se qa është, nuk e dini, as ju kalon fare në përmendje, po si orë del tjetëri në vend të reflektoj, del dhe gënjene, kemi dyfishuar. Qa e ke dyfishuar tja saj? Ajo djalin e ka magjoren, qa e keni dyfishuar ju? Si orë gënjeni në atë farë mënyre? Si orë talleni në vend të reflektoni, si talleni? Erdhëm këtu e patë, si erdhëm, e blinduar, ku vendi totalisht i blinduar. Totalisht i blinduar, në vend që ti dëgjoni, blindojni. Keni arrestuar sot Alben Kolën, po me Albenin çfatët? 10 polica bashkë e kanë marrë zvarë, 10, për të mbrojtur ju. Pse? Sepse dele proteston. As të nuk bindo tani. Rrezikojnë burgun. Kryeministri i Shqipërisë refuzon të flasë, refuzon të japi përgjigje. Unë kam bërë thjesht një kërkesë, zoti kryetar, ma lejon rregulloria. Nga që kryeministri i Shqipërisë nuk vjen kurrë në këtë kuvend, sepse tani mendon e ka zvendësuar kuvendin e Shqipërisë me grupin parlamentar të Partisë Socialiste, shfrytëzova thjesht një mundësi që më jep rregulloria. Të drejtën për t'i bërë pyetje kryeministrit të Shqipërisë. Dhe i bëra pyetje në lidhje me Porto Romano. Qa përgjigje është? Jo, po ne kemi folur për të çështje. Ku e dini ju se për çfarë do flasun? Kjo tregon amta si ju thjesht nuk jeni më në gjendje që të vini këtu t'i jepni përgjigje sepse nuk jeni më të besueshëm. Po nga ti jeni të besueshëm?
Kryeministri i Shqipërisë ka 2 ish-zëvendësit e vet, njëri në Arati i akuzuar për korrupsion, tjetra po ashtu e akuzuar për korrupsion. Çfarë të thot më ai? Ai nuk është më i besueshëm. Nga dia mbaj. Dhe atëherë çfarë do bëj? Thjesht kërkon të mbaj pushtetin me dhunë, me dhunë. Dhunë kundër deputetëve, dhunë kundër qytetarëve, dhunë kundër sipërmarrësve të ndershëm, me dhunë, por nuk mbahet pushteti me dhunë, e keni gabim. Nuk keni për t'ia dalë, nuk e mbani dot me dhunë. Fati Edi Ramës është vendosur. Edi Rama ose do përfundoj në Burg, ose do përfundoj në Arati. Do ta shikoni. Do thoni ju e pamundur. Jo, nuk është fare e pamundur. Nuk është e pamundur, se dhe për Jon Veliaj mendoni se është e pamundur. Por vajte në arrestuar në zyrën e tij. Ka 2 vjet në Burg. 2 vjet në Burg i akuzuar për korrupsion. Po për Belindën, kush e priste për Belindën? Belindën e konsideroni e paprekshme. Nuk ka më të paprekshëm. Nuk ka më të paprekshëm. Tani ju keni 2 mundësi. Ose të bëni me njerëzit, të dëgjoni njerëzit, ose të vazhdoni të mbroni Edi Ramën, të mbroni korrupsionin. Unë e di se çfarë do vendosi, se ju nuk keni të lirë në fakt. Nuk ka si të jetë ndryshe. Nuk keni të lirë. Sepse ju jeni pjesë e korrupsionit të kësaj maggioranze. Jeni të zhytur në korrupsion. Prandaj nuk dilni dot para njerëzve. Prandaj duhet të blindoheni këtu. Prandaj e vetmja gjë që ju mbetet është të sulmoni protestuesit nga mëngjesi deri në darkë. 2 muaj protesta. Su bëj fare, su bën përshtypje fare. Hyn këtu sikur s'ka ndodhur asgjë. S'u intereson fare. Keni taulanti në krye. Faleminderit. Faleminderit. Urdhro? Barë kohë, çfarë të bëjmë? Ishte drejta juaj të flisni pyetjet. Kalojmë në urdhro? Urdhro? Ja u dhash pra kohën 10 minuta pra të e kishit. Do votohet pra. Do votohet. Po. Kalojmë në procesin e votimit.